Sindromi metabolik është shkaktari i mbi 80% të gjithë sëmundjeve që ne njohim sot. Ka një informacion jashtëzakonisht shumë të gjerë sot në media, në televizor, në internet, Google-i, rrjetet sociale, të cilat flasin për shëndetin në mënyrë të komplikuar, në mënyrë të përgjithësues, nuk ndihmon dhe ndoshta edhe i gabuar. Përshëndetje miq, unë jam Bali dhe ky kanal quhet Mjeku im, nuk jam mjeku juaj. Jam mjeku i vetvetes, për çdo problem tuaj shëndetësor, konsultoni me mjekun tuaj të familjes së atë specialist. Unë dua t'ju jap shpjegimin më të thjeshtë dhe më të kuptueshëm të gjithë proceseve ose të gjithë sëmundjeve që ndodhin në trupin ton, në mënyrë që ju të keni armët, informacionin, mjetet e duhura për të pasur një shëndet të plot, edhe të dini si të mos sëmureni, si të menaxhoni një sëmundje dhe sidomos si të shërohemi prej këtyre sëmundjeve që janë të probleme të metabolizmit. Pra, siç u thash, sindromi metabolik është ai që shkakton mbi 80% të sëmundjeve që ne njohim sot. Në çdo lloj termi që do përdorim mjekësor, do përpiqem t'ua tregoj sa më të thjeshtë dhe sa më shqip. Fjala sindrom metabolik, fjala sindrom nënkupton shenja, një grup shenjash. Fjala simptom është një shenjë, ndërsa sindrom është një grup shenjash ose një grup kushtes ose kriteresh të ndryshme. Dhe fjala metabolik nga ana mjekësore është tërësia e reaksioneve kimike ose biokimike që ndodhin brenda qelizës, aerobe ose anaerobe në mënyrë anabolike ose katabolike. Pra, termi anabolik është kur ndërton, krijon, përbën. Termi katabolik është kur shkatron, shpërbën ose ndan. Anaerobe është në mungesë të oksigjenit dhe aerobe është në prani të oksigjenit. Pra, është një nga përkufizimet e metabolizmit, ka disa përkufizime, po janë gjitha ka shumë të komplikuara. Më thjesht fare për ta përdorur në shqip është ndërveprimi i trupit ton me ushqimin në prani ose të oksigjenit. Ose akoma më thjesht akoma, si ndërvepron trupi jon me ushqimin, ky quhet metabolizëm. Pra, kur përdorim termin në gjuhën e përditshme ka metabolizëm të mirë, të keq, të ngadalshëm, të shpejt, janë të gjitha terma ato që përdoren në mënyrë korrekte. Para se të vazhdojmë me sindrom metabolik, do desha që të keni parasysh një fjalën sindrom metabolik dhe fjalën hiperinsulinemia dhe rezistenca e insulinës të kuptohet që është e njëjta gjë. Dikur quhet insulin resistance, unë ndryshua sindrom metabolik, por nuk i përfshin arsyen ose shkakun kryesor të gjithë këtyre problemeve shëndetësore. Pra, gjithmonë më tepër unë do përdor termin disa herë sindrom metabolik, po rezistenca e insulinës ose hiperinsulinemia. Më korrekti dhe më i saktë është rezistenca e insulinës. Kush janë këto kriteret? Siç thash, janë 5 kriteret që shkaktojnë sindromin metabolik ose që përbëjnë sindromin metabolik më saktë. Nëse ne kemi 3 nga 5 kriteret, themi që kemi një problem shëndetësor të rëndë në fakt, të cilën e dim ose nuk e dim, se ka njerëz që kanë një sëmundje por nuk janë diagnostikuar akoma ose nuk e dinë, që ndihen keq por nuk e dinë çfarë kanë. Kriteri i parë është kur kemi rritje të presionit të lartë në gjak. Në gjuhën e përditshme përdoret 9 mbi le të themi 14 me 9, që është kriteri, ndërsa nga ana mjekësore është kur sistoliku është më shumë se 140 mm të shtyllës së zgjidhës, diastoliku është më shumë se 90 mm të shtyllës së zgjidhës. Keni parasysh ka organizata ose organizma të ndryshme nëpër botë përdorin ndryshime ose si më thënë përdorin vlera të ndryshme të tensionit. Disa e kanë 135 me 85, disa e kanë 120 me 80 etc. Kjo është më saktë, me fjalë është më pranuar nga gjerësisht. E dyta është kur niveli i sheqerit në gjak është më shumë se 120 mg per decilitër. Dua që të përpiqeni të mbani mend këtë emër ose këtë nocion, me fjalë, kur sheqeri në gjak është më shumë se 120 mg per decilitër. Kemi një nga kriteret e sindromit metabolik dhe kemi diabetin në fakt, kur masim esëll. Masim esëll 8 deri në 12 orë para bërjes së analizës. Disa siç u thash, prap ka organizma që mund ta hasni në internet, nëse hapni e shikoni që është në Amerikë është më shumë se 126, diku në një vend tjetër është më shumë se 110. Idealja do ishte nga 40 deri në 90, por do marrim atë që është më standard e pranuar, që është mbi 120 mg per decilitër. E treta është kur kolesteroli i mirë në gjak, sa përdjeni nuk ka kolesterol të keq, kolesteroli është gjithmonë i mirë, është dietik biles, pa të cilin e vdesim, por ajo që quhet në popull kolesteroli i mirë, që është HDL-ja, high density lipid, kur vlera e këtij është më pak se 40 mg per decilitër,
E katërta është kur trigliceridi në gjak, ose ai që quhet yndyna të gjak, ai është trigliceridi. Mbani mend që kam disa mira lloj yndynash ose acidesh yndyrore në trupin ton. Po më kryesori ose më i përdorshëm për termin që do shtjellojmë në vazhdimsi është trigliceridi. Pra kur niveli i trigliceridit në gjak është më shumë se 150 mg për decilitër, është kriteri 4, dhe e pesta është kur diametri i belit i matur me 1 metër roba qepsi i shumëzuar për 2 është më pak se sa gjatësia jonë. Pra nëse marrim 1 metër roba qepsi dhe masim beli, bark ose është bërë bark, dikur ka qenë bel tani është bërë bark, po le të themi masim mezin ke niveli i kërthizës, nëse kjo është 90 cm, e shumëzoj me 2 bëjë 180 cm, nëse gjatësia jonë është më pak se 180 cm, themi doan që kemi një nga kriteret e sindromit metabolik. Pra, nëse kemi 3 nga këto të pestat, themi që kemi sindrom metabolik. Mesin edhe tensionin e mund ta masim në shtëpi në mënyrë të përhershme, unë rekomandoj ta masni atë, ndërsa 3 analizat e tjera të gjakut, të kolesterolit të mirë dhe të trigliceridit maten në laborator ESL, janë analiza gjaku. Do merret gjaku ESL, kur them ESL kam fjalën të paktën 8 deri në 12 orë, jo më shumë se 12 orë dhe jo më pak se 8 orë ESL, pa pirë asnjë lloj gjeje, as kafe, përveç se ujë, derisa të bëhet analiza. Pra, sindrom metabolik ose insulin resistance është ky bashkim ose ky grup kriteresh i cili shkakton gjithë problem ose gjithë gamë sëmundjesh në trupin tonë. Në çfarë mënyre? Ka janë 5 mënyra ose 5 mekanizma të cilat shkaktojnë sindromin metabolik. E para është kur insulina në gjak është e rritur në mënyrë të vazhdueshme dhe të shpeshtë. Kjo ndodh kur ne ham në mënyrë të shpeshtë gjatë ditës, kur ham në mënyrë të bollshme edhe kur ham me karbohidrate. Kemi parasysh zgjohen në mëngjes, pim një kafe me sheqer dhe me qumësht, e shoqërojmë me diçka të vogël ose dikush pi dhe një gotë raki. Pas një 2 orësh ti shkon dhe blen një byrek ose blen një diçka të vogël për të ngrënë. Nga ora 11-12 shkon pi prap një kafe ose pi një lëng frutash, ose cappuccino ose kakao ose salep, do të si ka pi diçka që ka sheqer brenda, dhe pastaj do hajë dreka, pas drekës pihet një kafe prapë mas dite, dilet jashtë zakonisht me shokët, mund të hash ose me familjen, mund të hash në restoran në një picë ose një ushqim në shtëpi, dhe në darkë po prapë duke parë televizor rrezik ngacmon diçka tjetër. Pra, duke ngrënë në mënyrë të shpeshtë dhe në mënyrë të vazhdueshme, ne çfarë mbajmë? Ne mbajmë insulinën të lartë tërkohës në gjak. Dhe kjo në mënyrë të përhershme dhe të vazhdueshme do të shkaktoj rezistencë ndaj insulinës, sepse është hiperinsulinemia. Pra kur thash sindrom metabolik, hiperinsulinemia dhe rezistencë ndaj insulinës janë të treja gjërat, të treja gjendjet ndodhin në të njëjtën kohë. Mekanizmi i dytë ose forma e dytë me cilën shkaktohet rezistenca ndaj insulinës është nga inflamacioni. Keni parasysh termin infeksion dhe inflamacion. Infeksion është nga agjentë të jashtëm, virusal, mikrobial, bakterial, nga myqe të ndryshme ose nga kërpudha, ndërsa inflamacioni është veprim ose një reagim që bëjnë një grup qelizash të trupit ton për shkak të një problemi që kanë dhe duke çliruar ca që quhen toksina ose citokina. Këto citokina të çlirohen në gjak dhe tërheqin vëmendjen e sistemit tonë imunitar dhe atij hormonal, zakonisht për të riprodhuar disa kapilar të rinj, për të sjellë më shumë oksigjen ose më shumë ushqim, sepse një grup qelizash po vuan, me fjalë po kanë një problem. Zakonisht këto markuesit e inflamacionit maten në laborator dhe inflamacioni njihet, arrin të njihet ose të diagnostikohet nëpërmjet analizave. Më të njohurat besoj se e keni dëgjuar është proteina C reaktive, interleukina 1, interleukina 6, TNF alfa e të tjera. Ka një shumë një gamë të gjerë të tyre. Pra kjo ishte e dyta. E treta është stresi. Keni parasysh stresi në konceptin edhe psikologjik po edhe fiziologjik. Stresi është kur kemi një problem. Gjithë e din fjalën stres, është një problem që na ndodh në mënyrë të vazhdueshme të përhershme, një problem në punë, një problem në familje, larg qoftë një vdekje e cila do të shkakton një stres për një kohë të gjatë, më shumë se një vit. Kur kemi probleme me pagjumësinë, kur njerëzit kanë pagjumësi ose kur kanë ndalim të frymarrjes gjatë natës, gjë që ndodh në mënyrë të shpeshtë dhe të vazhdueshme, konsumimi i tepruar i kafes po ashtu shkakton
stres. Kjo është pjesa psikologjike. Pjesa fiziologjike e stresit është çlirimi i hormoneve të stresit. Janë reale këto hormone. Sistemi jon simpatik ose sistemi nervor, pjesa e sistemit nervor, sistemi simpatik i nervave, i cili reagon dhe çliron ose shtryth ose ngacmon gjëndrat mbiveshkore. Do mbi veshka ne kemi dy gjëndra mbiveshkore. Dhe këto do aty çlirojnë hormonet e stresit, janë 3 hormonet e stresit, janë 3 hormonet të cilat prodhojnë në gjëndat mbiveshkore, është adrenalina, është noradrenalina, është dhe kortizoli. Keni parasysh fjalën adrenalin mund ta hasni dikur tjetër si epinefrin dhe noradrenalin si norepinefrin. Në Amerikë përdoret epinefrin, në Evropë përdoret adrenalin. Është një term për kufizimet në shtete të ndryshme. Edhe kortizoli që është kortizol. Çlirimi i këtyre hormoneve të stresit në gjak shtryth ose çliron ose sforcon mëlçin të prodhoj sheqer e para, dhe e dyta heq sheqerin që ka mëlçia si rezervë dhe e qarkullon e hedh në gjak. Duke uritur sheqerin në gjak, do rritet insulina. Duke pasur insulinë dhe stres të vazhdueshëm, do kemi sheqer të vazhdueshëm në gjak dhe do kemi insulin resistance për një kohë të gjatë. E katërta janë vajrat vegetale. Keni parasysh termi vegetale është bimore. Është term totalisht i gabuar, nuk janë vajra vegetale ose nuk janë vajra bimore, janë vajra farore, përbohen nga fara. Do kanë hyrë në jetën tonë të përditshme, kanë hyrë diku para 100-120 vjetësh. Popullore janë bërë rreth para 100 vjetësh. Prodhojnë nga farat, dikur prodhoheshin për industrinë mekanike, për motorët, lubrifikant. Pastaj ata i përpunuan, i futën dhe disa procese të tjera, kalojnë në mbi 15 procese të ndryshme, kimike, biokimike, fizike, biotermike, që derisa prodhohet ai vaj faror, që gabimisht quhet vegetal. Është i provuar 100% që shkakton në qelizat në laborator dhe në kafshë eksperimentale, shkakton në insulin resistance. Kur flasim për vajrat, e kam fjalën për vajrat vegetale, ato që janë vajri kikirikut, vaj sojës, vaj kanolës, nuk përfshin në këtë grup vajrat vajin e ullirit, vajin e avokados dhe vajin e kokonatit, të cilat janë monounsaturated fat, ndërsa flasim vetëm për polyunsaturated fat. Polyunsaturated fat në kupton saturated është e oksigjenuar, poly është shumë, unsaturated është shumë të pa shumë oksigjenuara. Ato kanë disa lidhje jo të forta, dhe nuk mbajnë shumë. Ndërsa gjithë vajrat e tjera pastaj soja, kanola, gjithë vajrat janë vegetale, janë ato që quhen vajrat farore. Dhe e pesta është acidi urik. Acidi urik besoj e keni dëgjuar, ndonjëherë mund ta bëni si analizë ose mjeku e kërkon si analizë, sidomos kur dikush ka një problem në artikulacionet ose në gishtin e madh të këmbës, ai që quhet gout. Acidi urik sa për dijenin nuk është i dëmshëm në vetvete. Në qoftë se nuk kemi inflamacion në trupin ton, acidi urik është thjesht një përbërës ose një bioprodukt i fruktozës nga fruta, i majas tek bira dhe i purinave tek kemishi, pasi formohet ADN-ja dhe RNA-ja, fjalë pjesë të kryesore të qelizës ose shpërbërja e tyre krijon këto purinat metabolizohen dhe shndrojnë acid urik. Pra acidi urik nëse është në një inflamacion shkakton dëm jashtëzakonisht të madh edhe krijon atë që krijon insulin resistance si gjithë të tjerët. Kush janë këto sëmundje, siç ju thash, janë ato që ne i njohim, i dim të gjithë në jetën tonë të përditshme, është diabeti i tipit 2, ose dikur quhej diabeti jo insulinovartës ose diabeti të rriturve. Fatkeqësisht sot ai zë gjithë moshat, mund ta shikosh edhe në një fëmijë 5 vjeç diabetin tipit të 2, dhe përveç të të rinë gjithashtu shikohet gjerësisht. Dhe përveç kësaj, me fjalë, jo vetëm që shikohet në çdo lloj moshe, por mjekohet gabimisht edhe me insulinë. Dhe nuk quhet më jo insulinovartës, por quhet diabet mellitus tipit të 2.
Tjetër janë kancerat, janë pothuajse të gjithë kancerat që njihen sot në mjekësi. Dikur quheshin probleme gjenetike, vazhdojnë akoma dhe sot të insistohet në shumë organizata ndryshme për shkak të fondave që ata marrin, të diskutojë që shkaku i kancerave janë gjenetike. Në fakt është metabolike. Predispozita është gjenetike në të paktën 1/3 e tyre, jo në të gjitha kancerat, por problemi ose shkaku ai kush e shkakton ose kush e trigger, kush e nxit ose kush e shkrep kancerin është pjesa metabolike. Dhe siç u thash, metabolizmi është ndërveprimi i trupit tonë me ushqimin. Tjetër është obeziteti ose shëndoshja e tepruar e egzageruar me fjalë. Kemi problemet e shumicën e problemeve të zëmrës, përjashto ato kongenitale që janë të lindurat dhe ato infektive. Kemi problemet e infertilitetit ose të lindshmërisë, problemet të lindshmërisë në çifte. Tek meshkujt është ajo që quhet disfunksioni i erektimit, ndërsa ke femrat është ovari policistik, në shumicën dërmuese të problemeve të infertilitetit. Është dhimbja e kokës, pjesë e njerëzve e madhe njerëzve kanë këtë problem, dhimbje e kokës, dhe forma më e agravuese ose më e rënde së cilës është migrena. Kemi problemet e kujtesës edhe të njohjes, dementia. Dementia është një grup shenjash brenda këtij termi, më së shumti së cilës është Alzheimeri, do rreth 60% është Alzheimer, janë dhe dementia vaskulare edhe të tjera. Do flasim në një video më vete për dementia. Kemi problemet ose sëmundjet e veshkave dhe traktit urinar. Kemi sëmundjet e sjelljes ose sëmundjet e neurologjike, siç është për shembull mungesa e vëmendjes, që quhet ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, dhe ADD ose attention deficit disorder, është çrregullimi bipolar, është autizmi, është skizofrenia, kemi problemet të sjelljes, mood disorder që i thonë, e të tjera. Do flasim në një video më vete për këto. Kemi problemet ose sëmundjet autoimune. Quhen autoimune si trupi jonë sulmon, çmendet, sipas tyre çmendet edhe sulmon vetveten. Ka një shkak dhe ky shkak është metabolik. Kemi osa ose problemet e gjumit. Shkaktohen nga dalimi i frymarrjes gjatë natës në mënyrë të përhershme, i cili shkakton dëme jashtëzakonisht të mëdha. Kemi infeksione të ndryshme të lëkurës, akneja, një formë e rënde e smundjeve të lëkurës është psoriazis. Kemi artritet e ndryshme dhe problemet të zorve ose të traktit digestiv, të traktit të tretës. Pra, pak a shumë këto janë 80% të smundjeve që, siç u thash, ne njohim sot. Nëse njihni dikë ose keni dikë të cilët kanë në një nga këto probleme, siç u thash, ndajni këtë video me ta, sepse do jetë një rrugëtim shumë interesant për të ditur, për të kuptuar, për të mbrojtur, për të shëruar nga të gjitha këto problemet që shkaktohen nga sindromi metabolik. Deri në videon e ardhshme, ju uroj të gjithëve një shëndet të mbar. Në videon e ardhshme do flasim për insulinën dhe problemet e insulinës. Nëse keni ndonjë pyetje, shkruani në komentin më poshtë dhe unë do gjej një video të caktuar për të përgjigjur gjithë pyetjeve tuaja. Për pak ditë ju uroj të keni një shëndet të mbar. Mirupafshim.